Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të kojmë të Allah subhana, të losë dhe ati po gjëromë që të lavdëraj dhe të pegoj dërgojnë ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjëve. Të në vëllezër, shpesh njerëzit mendojnë që janë në ngjarje të njëjta. Dhe ky hamësim i njerëzve që i përkasin ngjarje të njëjtave shkon nga që i referohen emërtimeve të njëjta. Mendojnë që ndoshta emërtimet e njëjta përbëjnë edhe ngjarje të tilla. Mirë po, nëse diçka dallon thelb, ngjarja nuk mund të qenë e njëjtë edhe nëse emrin e ka të njëjtë. Saktësisht, shpesh emërtimet edhe rrugtimet e përbashkëta nuk nënkuptojnë që jena me të njëjtën ngjarje. Për shembull, ndoshta na mumi të njëjta qytete me vizitu. Mirë po, dallon me vizitu një qytet një pasur, dallon me vizitu një qytet një qytetar mesatar, edhe dallon me vizitu një qytet një profesor historisë. Realisht duket sikur është ngjarje e njëjtë, po nuk është ngjarje e njëjtë. E ka të njëjtin itinerar e kanë ndjek ndoshta. Edhe ndoshta të njëjta date janë gjendë ato vende. Ndoshta të njëjta qytete mirë, po nuk është e njëjta ngjarje. Krahasues konsideroj që shpesh njerëzit shkaku i cektësisë së tyre hamendojnë që kanë njëjtësim të ngjarjeve. Çdo herë që e shohin diçka që është e njëjtë, e konsiderojnë domethënë si diçka të përbashkët, mirë po realisht njerëzit mendje ndritur e konsiderojnë që dallimi më i vogël, por që në thelb, edhe që është në esencë, që është në parim, mundet me kriju një ngjarje tjetër, ndonë se mundet më kanë të njëjtin, domethënë territor. Ky arsye e konsideroj që është një përplasje e madhe të temat të udhëzimit, edhe na shpesh folmi për udhëzimin, ose shpesh lavdërohemi për udhëzimin, ose shpesh edhe merakosemi për udhëzimin, por nuk jena të sigurt jena të fol për të njëjtin udhëzim apo nuk jena të fol për të njëjtin udhëzim. Saktësisht udhëzimi është po ai emër. Saktësisht është po i njëjti nocion. Me po nuk jemi të sigurt që jemi duke fol për të njëjtën ngjarje. Dikush do të fol për udhëzimin, domethënë si një ngjarje rëndomt. Tjetri fol si një ngjarje më e madhe e jetës. Dikush është në gjendje domethënë udhëzimin me pagu edhe me jetë. Dikush nuk është në gjendje udhëzimin me vë, domethënë në kompromis, në sakrificë, domethënë për gjën më të vogël domethënë në jetë. Për arsye, besoj që piknisja e fillimit të përgjigjes së kësaj që e ka përpilu kush e ka ideu domethënë këtë seminar, nis pikërisht tek fillimi i ajetit që është përgjigjet si emri i seminarit. Thot Allah subhana, "Qul innal huda hudallah." Thuaj që udhëzimi në të vërtetë është udhëzimi i Allahut. Thuaj që udhëzimi në të vërtetë është udhëzimi i Allahut. Saktësisht, a flet ky ajet kuranor për udhëzimin apo flet për udhjen, apo është duke folur për udhën? Domethënë, është temë aksiomatike në fe që ai që çtin udhë është Allahu. Ai që ta kallzon udhën është Allahu. Mirë po, ajeti kuranor sikurse na lëmë në kuptues se që kjo është udhë. Jashtë kësaj s'është udhë. Jashtë kësaj jepi emra të tjera. Jashtë kësaj jepi emra të tjera. Kuptimin që ti je me një udhë. Po ai i sigurt se çka është udhë Allah subhanahu wa taala. Ti je në një udhëzim. Po ai i sigurt që mundesh m'ia përshkruajt Allahut që është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj, udhëzimi është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala, mirë po, ajo që kisha pas dëshirë me analizuar në realitetin tonë që është realiteti i përplasshëm me përmbajtjen thelbësore të ajetit, "Qul innal huda hudallah", thuaj me të vërtetë udhëzimi është udhëzimi i Allahut, sigurisht Allahu subhanahu wa taala thotë, kushdo që të dash me gjet një udhë jashtë shpalljes, jashtë Allahut, jashtë proklamatës hynore që e ka shpallë Allahu dhe e ka kumtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo s'mund të mund diçka tjetër përveç se devim. Për arsye na shpesh domethënë nuk e kena atë sigurinë, qoftë në vetvete, qoftë edhe për të tjerët, qoftë për përcaktime, për botë kuptime, për qasje, për çështje ndryshme, me konsideruar se gjithçka që je duke kërku jashtë Kuranit, jashtë Sunetit është mosgjetje, është e predispozuar mos mu gjet. Është e predispozuar për me përfundu me dështim, me një mision domethënë të pa kompletuar. Ndaj keni vëmendje çto. Ajeti thuaj me të vërtetë udhëzimi është udhëzimi i Allahut, është në surën Ali Imran. Mirë, po kjo si frazë ngjajshëm ka ardhur përpara surës Ali Imran. Dhe është rëndësishme me pas një vëmendje gjatë vërejtimit kuranor që me këshyrën për shembull Allah subhanahu wa taala a mos e ka përdorur të njëjtën frazë me të njëjtën mënyrë apo diçka pak më herët e ka me një formë pak më ndryshe. Thot Allah subhanahu, "Qul inna hudallahi huwal huda." E njëjta domethënie jemi për një radhitje tjetër. Thot Allah subhanahu, thuaj udhëzimi i Allahut që kjo është udhëzim. Sigur se vijnë këto dy ajete. Ajeti i surës Al-Baqara, ajeti i surës Al Imran për me pru këtë domethënie. Cila domethënie që kjo është udhë. Shka del pikë kësaj nuk ka më udhë. Kuptimin që
shumë lehtësisht do të më konë na të përgatitur gjithçka që nuk përputhet me Kur'anin dhe Sunetin, më thonë ka dalë pi udhë. Ka dalë pi udhë. Ajo mund të më konë në fjalabia për shembull epsh edhe teka. Dikun mund të më konë filozofi edhe ideologji edhe përcaktime ideologjike ku diun çka. Dikun tjetër mund të më konë bidate, mund të më konë sekte, mund të më konë grupime. Dikun mund të më konë në klane shoqërore. Ama është jashtë Kur'anit dhe Sunetit. Po, me një llaf thuj veç udhëzim nuk është. Gjithçka është veç udhëzim nuk është. Mund dikun ndoshta më konë shmethell në hamendit e njerëzve. Me thonë, megjithatë nuk është që po përmend Kur'anin dhe Sunet ose po përplaset me Kur'anin dhe Sunet, mirë po duket shumë ide e thellë. Ose po duket shumë bot kuptimi i cili po shtatet kohës, ose mund të më thonë që megjithatë nuk po tingëllon që bie ndesh ndoshta me ato bot kuptimet e përgjithshme të Islamit. A është jashtë Kur'anit dhe Sunetit? Kjo s'është udhë. Kjo domthon nuk është udhë. Ndaj pyetja boshtë e kësaj ligjërate është udhëzimi që i thua udhëzim. Dhe këtu nuk kam për qëllim udhëzimin dhe për udhjen, orientimin dhe për udhjen, por kam udhëzimin ajo që ti e ke marrë në udhë. E ke një orientim, e ke një itinerar dhe e ke një farharte që e të ndjek. Udhëzimi që i thua udhëzim, apo edhe udhëzimi të cilit i takon. A ki mjaftueshëm siguri që t'ja përshkruajsh Allahut? Do thonë çka gjendja në cilën je. Me të vetë dikush më thonë, shka jeti, më thonë jam në udhën e Allahut. A je i sigurt që kjo udha jote është e Allahut? A je mjaftueshëm i sigurt që përcaktimet e tua mundesh me thonë janë të Allahut? Por me thjeshtësu. Ose me riartikulu pyetjen. Për shembull, sa herën është me thonë që kjo është udha e Allahut, e në ditën e gjykimit me thonë Allah, kushtat ty që kjo është udha ime. Për shembull, ti a kishe toleruar dikush me folën e emrin tan. Për shembull, me thonë dikush, fjala bie, keni me shku diku me bëni udhtim, edhe dikush me thonë, po e bëjmë kësaj se ky çështu do. Ose çto janë përcaktimet e tij. Pak nëse je pak më i veçantë, nuk e kishe toleruar gjë të tillë, nëse ai nuk është shumë i saktë në njohjen tënde. Për arsye unë konsideroj që pjesa që është përpilu si pyetje që më ka dërguar domethënë Hoxha Amar, kur burimi është i pastër, pse rruga shndërrohet? Është pyetja që realisht domethënë është thelbi i problemit që duhet me tentu me gjetë një zgjidhje. Domethënë merrni si rregull në jetë. Në ligjëratë e cila nuk ka probleme, nuk është ligjëratë. Edhe në ligjëratë e cila nuk ka sëmundje, nuk është ligjëratë. Edhe në ligjëratë e cila nuk krijon, edhe nuk spekulon problematik, nuk është ligjëratë. Na duhet edhe nëse ekziston probleme, nëse ekziston smuja, nëse nuk ekziston defekt, na duhet me spekulu derisa të vimi në gjendjen tonë reale për me kuptuar realitetin. Na nuk kena nevojë vëllazëri me spekulu. A di pse s'kena nevojë me spekulu problem? Pse na i kena problemet. Domethënë na nuk duhet me folën temën e udhëzimit, sikur na e kena kryer tash veç na tu kshyrën domethënë çmë perfeksionisht si temë. Na kena kriza madje të hapat e para të temës. Për arsye, rruga shtrembrohet. Kjo që Hoxha e ka vënë në titull, konsideroj që ma ka kryer një farë pjesë të ligjërimit. Është pjesa që a kena dalë për udhës, a s'kena dalë. Domethënë, a kena lakime për udhës apo nuk kena lakime? Kena udhëzu po, elhamdulillah. A kena plot gojen me krenaria dhe lavdata dhe thurje të lavdrimit për Allahun? Po, elhamdulillah. Këtu nuk kena mohabet. Mirë po, a kena dhe ndoshta një zëre shumica mas udhëzimit kanë lakime? Shumica njerëz pas përcaktimit ty në rrugën e Allahut e kanë një lloj animi ndjallë të majtës. Nuk besoj që këtu ka nevojë për mu përgjigj, është një realitet domethënë që na e dimi. Pra si kisha pas dëshirë me u përgjigj nëpërmjet ajeteve kuranore, çka i bëhet që kjo domethënë që na dalmi për udhëzimit. Na dalmi domethënë për udhës. Thot Allah subhanahu. Wa hadha siratu rabbika mustaqima. Do të kjo është sirati i Zotit tan. Kjo është udha e Zotit tan, është mustaqim, o e drejtë. Kuptimin që si të ketë lakim, a ki drejt mi thonë që ma është udha e Zotit? Se kur është udha e Zotit? Kur o e drejt? Kur je në udha të Zotit? Kur jetu në drejt? Kur konsideron që jetë e ndjek vijen e drejt? Kur jetu në vi, jo kur shkon djathë të majtas. Jo kur ki në vazhdimësiri i përcaktime. Jo kur tankohen ti të dash me e rishikua në rruzimin, ose guta qëto, ose nuk guta qëto. Ose kështu më kishin indoktrinu dhe unë u deshtë edhe njerë me rilezu temën për arsye se ndoshta nuk ka bashkë çush më tha. Domethënë, wa hadha siratu rabbika mustaqima. Kjo rruga e Zotit tan është e drejtë. Si ti jetë e drejtë, domethënë nuk mund të më konë shtremt, e si ti jetë e tillë, atëherë i bie që është në rrugë të Allahut dhe nëse ka shtrembrim, atëherë i bie që jetu ndjek një rrugë tjetër. Thot Allah azza wa jalla. Wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kjo është rruga ime e drejtë dhe ju ndihni atë. Kuptimi që rruga e drejtë nuk ka ti me me prurjet e tua. Ajo është e drejtë edhe pa ty. Më thonë, nuk ndron udhëzimi pse ti udhëzove.
Nuk bëhet kur gjë pse ti u shtove rrava të muslimanëve. Mo çaj udhë është edhe para se të më udhëzuar dhe nëse ti eventualisht devon prapë është e njëjta udhë. Shpesh ekziston një hamendje të njerëzit që ndoshta vinë me një priordhë të mirë, e sidomos nëse vinë me një priordhë intelektuale, në kuptimin që prurja e jon do të më ardhën edhe prurje për fen. Jo, ti nuk je prurje. Ti vesh kjo me mor, jo me na pru. Ti mundesh më kanë edhe mendja më e ndritur e një shkencë, ti zëvën me kontribuon fen ton. Ti vën me mor fen ton. Fattabi'uhu, vesh ki me ndjek. Ti edhe ai analfabeti i barabart, udha e drejt, që kjo është edhe vesh ki me ndjek. Thot Allah Azza wa Jall, "Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili", mos dëshni rrugë tjera rrugica se ju largojnë pi udhës ti. Domethënë këtu është një ngjarje ndërvëllezër. Ka shtrembërim kur ka sajesa, ka prurje, ka shpikje, edhe jo pasim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, që rruga ime e drejtë vesh ndiqje. Domethënë thelbi për me mos me pas shtrembërim i bie më kanë te koncepti i pasimit. Edhe e dyta, domethënë ka shtrembërim sepse nuk je duke ecë në një itinerar të përcaktuar, po je duke ardhur me, domethënë tendenca për me shkuna për rrugica, wala tattabi'u subul, mos ndiqni domethënë rrugicat. Thot Allah Azza wa Jall, Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah është Zoti jam edhe Zoti juaj dhe ju adhuroni Allahun. Bani ibadet Allahut. Hadha siratu mustaqim, që kjo është udhë drejt. Që kjo është udhë drejt. Në një udhë drejt ku ka llafe, ku ka debate, ku ka polemika shterpe, ku ka polemika biznes. Nuk është e drejta. Ti mundesh mi thonë e drejt, por nuk është e drejt. Rrugë e drejt është kur është rrugë me ibadet. Nëse burimi është i pasur, pse ka shtrembërime? Po ka shtrembërime. Se u kthy feja në debat. U kthy feja, domethënë në filozofi, nuk është kthy feja në koncept të sforcimit të lidhjes me Allahun. Domethënë Allahu subhanahu wa taala po thotë ç'ka rruga e drejtë, adhuron Allahun në rrugë drejtë. Ski domethënë angazhim të ibadetit, nuk e sheh fetarien si sforcim edhe si shtem edhe si agent të adhurimit, ka me pas shtrembërim. Herë kur do ka me pas domethënë shtrembërim. Ose thot Allahu subhanahu, fa amma alladhina amanu billahi wa i'tasimu bih, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Thot Allahu azza wa jall, ata të cilët e besojnë Allahun edhe mohën për Allahun. Kjo është më shumë se sa tevekuli. Mu mohit për Allahun, është më shumë se sa mu mbështet Allahu. Është më shumë se sa më dorëzu Allahu. Është koncept më i gjatë, por nuk po duam të xhanu këtu. Thot ata të cilët i besojnë Allahut dhe mohën për Allahun, Allahu ka mishtin në një rahmet të tij, në mirësi, edhe ka mishtin në drejt. Do thonë pse ka shtrembërime? Ka shtrembërime sepse nuk e ka politorin Allahut. Herë e ka të inteligjencë jote, herë të rrethjat, herë të grupi jot shoqëror, herë diçka tjetër apo. Jo tu moj dikon tjetër, jo te Allahu, dhe nëse mosh dikon tjetër nuk ka çare pa pas shtrembërime. Nuk ka çare pa pas domethënë shtrembërime. Thot Allahu azza wa jall, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ka thonë shejtani mos i ka është dëbu për mëshirës së Allahut, ka thonë me që mu më largove dhe më devijove, do të thonë tash kom ul në rrugë edhe kom i largue ata robërit e to pe rrugës së drejtë. Pse burimi është i pasur, po njerëzit kanë shtrembërime dhe lakojnë? Sepse në njëse tjetër vrum ka rënë sytje edhe në projekte edhe në kurth të shejtanit të mallkum. Thot Allah subhanahu, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? A mund të më kanë man udhë? Dikush që hec me fytyrë apo dikush që është në drejt, në udhën e drejtë? Pse ka shtrembërime? Se nëna ti kshyr ata të cilët kanë muxhujt me hunë xhenem. Domethënë, sot muslimani kryesisht kompleksohet për atij që nesër është lënë djegësja e xhenemit. Edhe pastaj ti po do mos me pas shtrembërime, kemë pas shtrembërime. Po unë burimin e pastor në të Kuranit e Sunetit, respekt, ama Kurani dhe Suneti shpesh domethënë vesh është frazë për mi dallu rrugët edhe safat me bidaxhit. Ama Kurani dhe Suneti po na mungon për ku po duhet mi do safat me pabesimtarët dhe me kulturat edhe me trendet e tyre. Thot Allah subhanahu, wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Dhe ti o profet, ti i thirr njerëzit me një udhë drejt. Nuk mundet rrugën e drejtë me përfasu gjithkush. Nuk mundet me përfasu gjithkush. Nuk mundet kushdo që ka pak më shumë goje, pak më shumë laps me dalë me thonë ç'ka është rruga e drejtë. Jo, nuk është e mundur. Ka një pejgamber që ne ka kallëzuar ç'ka rruga e drejtë. I bie ka shtrembërime se që dal pi sunetit. Dal pi sunetit, edhe pse burimi është i pastër, domethënë mundesh domethënë me u largu. Ndaj, këtë që ndër vëllezër është një hyrje pikërisht për marrë te që kjo pjesa që kisha pas dëshirë më konën thelbi i ligjëratës. Pse ka shtrembërim me rrugës, ani pse burimi është i pastër. Thelbi thot Allah subhanahu, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Na ju kena zbrit juve ajete të qarta. Ajete të qarta. S'ka thonë ajete të mrekullueshme. S'ka thonë ajete mahnitëse, ka thonë ajete të qarta. Shka i be qartësia? Qartësia i be që nuk ka zor mi kuptu. Apo?
Mirë po megjithëse nuk ka zor mi kuptu, çish vazhdon ajeti? Thot Allah subhana, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dhe Allahu ka ndoje udhëzon rrugën e drejtë. Do të thonë, burimi është i pastër, ajetet janë të qarta. Ama do të thonë, a ki pas në fakt mu udhëzu të botë kuptimet e sakta të këtyre ajeteve? A ki pas fat mu rreshtu të botë kuptimet e këtyre ajeteve? A ki pas në fakt mu ngjyros me botë kuptimin e këtyre ajeteve? Kjo është shumë lehtë për mu dëshiru. Shumë lehtë, domethënë, për me u dëshiru. Ndaj, na i kena pranuar ajetet e hadithit, edhe burimin e dimit që e kena pranuar edhe është i saktë, mirë po domethënë, më shumë e kena kthyer Kur'anin sunetin si frazë se sa një realitet që përcakton përcaktimin tonë të përgjithshëm. Domethënë, çysh po jetojmë, çysh po i rënismi prioritetet e jetës, çysh e kena ndërtuar agjendën e jetës, çka është prioritet për neve, çka ëndër për neve, çka është e madhe për neve. Shumica nuk e përcakton Kur'anin suneti. Një pjesë madhe përcakton familjen, një pjesë madhe përcakton zona lokale ku jetojmë. Një pjesë përcakton prioritetet kulturore familjeve tona. Një pjesë përcakton trendi botror, një pjesë përcakton globalizmi, një pjesë përcakton madje edhe armiqtë e Islamit. Edhe armiqtë e Islamit na i kanë rënit prioritetet në shtëpitë tona. Këtë këtu edhe na thomi Kur'ani suneti. Domthonë po Kur'ani suneti thjesht si dogma. Kur'ani suneti si dogma, jo Kur'ani suneti si kontrollues dhe menaxhues dhe drejtues i jetës tonë. Domthonë, burimi është i pastër, po ka shtetërime se na e kena pranuar vetëm fazën fillestare, mirë po pastaj nuk jena mëshiruar me këtë Kur'an. Ndaj, cili është muslimani modern? A është mas shumë ti që kjo është për shumë Abdullah Mesudi për muslimanin e sodit? Thot sikurse Shëndim ibn Abi Shejba, thot la tahuddu al-Qur'ana ka hadhi ash-shi'r. Mos e recitoni, mos ju referoni Kur'anin sikur që e recitoni një poezi. Domthonë, mos e sjellni tekstin kuranor si një varg poetik që është bukur me këndu, me kallëzu si fjalë turta. E keni vënë për shembull musliman sot qoftë në rrjetet sociale, qoftë në përditshmërinë e tyre, ka thonë Allahu që kështu, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu ka thonë Joni Biselefit, më shumë tingëllon forma e citimit sikur se janë të kallëzu, ata të tjerë citojnë do filozof na pesojnë Kur'anin. Domthonë më shumë proverb se sa një domethënie që është tu na kallëzuar ligj edhe platformë të jetuarit. Thot mos e recitoni Kur'anin sikur se recitohet një poezi. Wala tanthuru nathra ad-daqal. Thot mos i gjuni, mos i shkepni këto ajete sikur njëri që i shkep hurmat e lira, hurmat e thjeshta. Domthonë të arabët ka qenë si fjali kur dikush shembull u kon shumë i gjymert me do hurme dopta, jo do hurme cilësore kanë, ka se leto mu kon ti çështu me çto hurmat e dopta, po do hurmash e ki pak më të mira i zgjell kupi jep e ku s'pi jep. Thot mos e bëni këtë punën e ajeteve të haditheve mi shkep sikur sa kur gjej çka punë. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i merri ka, ndoshta meni diskutim i përmendin 200 ajete. Thot waqifu 'inda ajaibihi. A më thot atë ç'është do të më konon. Thot nalnu te mrekullitë e Kuranit. Nalnu te gjanat e mahnitshme të Kuranit, wa harriku bil qulub. Edhe trazoni zemrat. Trazoni zemrat, do të thonë që kjo fetaria që nuk ka shtrembërim pasi që e ke marrë burimin, është fetaria ku ka trazim zemrës me ajet. Do thonë është një ajet që konceptin mbi jetën ka ndryshuar. Është një varg kuranor ose është një pasazh kuranor më ka rënit çka i bë dynjaja në këtë jetë, për shembull, ç'më pa dynjon. Na nuk kena të tillë. Shumica e nesh nuk kemi të tillë. Ç'kjo muslimani bashkëkor, ç'ky ka reciton. Ç'ky ka i përmend, i citon edhe veç i ban share. Apo jo që e ka kthyr në platformë të jetës. Apo edhe shembulli tjetër që e përmend Hudhaifa radhiyallahu anhu, sikur se Shëndim ibn Abi Shejba thot inna min aqra'in nasi munafiqan la yatruku wawan wala alifa. Thot a dini kush është recituesi dhe lexuesi edhe i dishmi më i madh i Kuranit sot? Një i cili nuk i hik asnjë waw e asnjë alif, asnjë shkronjë si hik. Thot yalfituhu bilisanihi kama taltafitu al-baqaratu al-khala bilisaniha. Edhe rrotullon gjuhën me ajetet kuranore sikur se rrotullon lopa thot me barin e thot. I duhet shumë kohë për me përtyp. Unë e sheh si shumë ajetet na për gjuhë, por nuk ka që ka diçka me ato ajete. Thot la yatajawazu tarquata, me po kocën e qafës kur qysh s'është punë me ka përcy këto ajete. Domthon kur qysh po vjen te zemra. Kur qysh nuk po vjen këto ajete, domethënë te zemra. Ose për shembull ajo që tregon një gjendje të mirueshme Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sikur se shënon Hakimi, Imam Dhahabiu thotë që rivajeti është sahih, që vet Abdullah ibn Umar ka thonë laqad 'ishna burhatan min dahrina wa inna ahdathatana yu'ta al-iman qabla al-Quran. Thotë ne kemi amrrini far zamani, devëj let njëra mësojshin imanin, tani mësojshin Kur'anin. Në fillet e fetarisë
Ishte një vëmendje për bindjen, ishte një vëmendje për konceptet bazë, ato që i përmeni Hoxha Yasir, koncepti i dorëzimit, koncepti i bindjes, që aty u ndret shminjar, tani ka lëshmi të Kurani. Thotë wa tanzilu suratu ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fa yata'allamu halalaha wa haramaha. Zbrit këni surë dhe minjar i hapsh mi vesh me mësu shko haram, shko halal. Jo mi citu se shumë e mahnitshme. Pastaj tha laqad ra'aytu rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'ana fa yaqra ma bayna fatihati ila khatimati. Thotë tash ka një zaman thotë, po shoh njerëz të cilët po bojnë hatme. Prej fillim deri në fund po lexojnë Kur'anin, thotë ma yadri ma amruhu wala zajiru. Kërkas është mi kuptuar dresat dhe ndalesat e Kur'anit. Kërkas është hiç. Wala ma yanbaghi yuqaf indahu min, edhe hiç di komunal. Domthon nuk e ka ky agjenda dhe platformë dhe udhërfyes, domthon fjalën e Allahut, yanthruhu nathra daqal, kur të nis me fol me Kur'an, i shkep ajetet kuranore sikur çaj i shkep domthon hurmat e dobta. Kjo ndërvëllëzër ose ti çyet e po çket burim. Domthon më mor edhe një plak e cila s'ka asnjë ditë shkollë. A mi thonë, shka është Kurani, është burim i pastër, shka suneti, është burim i pastër, kjo është aksiomatike, kjo nuk diskutohet. Mënyrën, qasin që ki, që tu bëha dalimi. Krasuje, kjo është piknisja e kësaj ligjerate, do thonë, nuk ka ngjarje e njëjtë. Krasuje është ma e devotshme se një musliman sot, ndoshta edhe shumë i shkollum. Pse ajo plaka është shumë e devotshme pa shkollë, edhe sot shumë musliman me mira dersa dhe me mira aktivitete, ku diun çka, i kanë 200 lëkundje brenda vitit në fe. Sepse ajo qasim që ka po që të Kur'an është ndryshe. Për çata ajo ka që të ngjarje. Për çata ti mund është mul si nxans para asaj plakës, edhe para atij plakut. Jo mi kallzu ders, jo mi kallzu aty fjalë të selefit edhe fjalë të më thonë të halefit. Sepse ajo qasin e ka më të mirë se tonë. Saksisht thot Hasan al-Basriu, inna min qablakum ra'u al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Ata që ishin përpara juve, Kur'anin e shifshin shkresa prej Zotit, mesazhe prej Zotit. Allah i ka thënë letër. Allah ju ka thënë mesazh, ju ka thënë porosi. Ç'do e ka lexuar Kur'anin? Nuk e ka lexuar thjesht si burim për sevape. Thot fa kanu yatadabbarunaha bil-layl wa yanfudunaha bin-nahar, natën tha e meditojshin, e ditën domethënën e zbatojshin. Ndaj a dini sa mbrapsht sot muslimani bashkëkor shkon tek burimi i pastër. Për shembull, a ki pas shpesh për shembull sot muslimani e lexon Kur'anin, i kthehet ajeteve, i referohet ajeteve kuranore. Për shembull, jo për mu pendu, mirë po për mu relaksu tek mëkatet. Për shembull, kur i kthehesh ti ajeteve të faljes, të mëshirës edhe të mbulimit të mëkateve. Për shembull, esenca, thelbi, pse Allahu ka folë çaq shumë për rahmetin e vet? Pse Allahu çaq shumë ka folë për mëshirën e vet? Pse Allahu ka folë çaq shumë për mbulimin e mëkateve? Që ti mu liru në gjuna apo mu pendu më shpejt? Thelbi, domethënë nuk mundet konteksti kuranor, edhe intenca kuranore më konë që ti mu relaksu në gjinohen. Arsyeja pse Allah ka folë që shumë për falin për mëshirën, është për shka? Që ti ma shpejt mira pishman. A në shkanë shkollë sot? Sot ndo musliman pikërisht i referon këtyn ajeteve, kur dojnë me kalzu që me që ata s'ka një pa gjinohen, lenat, do më thëmë. Mas në një përmi kryje që ka të shumë, se gjinohen, se Allah falë shumë. Më hënë ti të shku mbrapsht, burime i pastë, po ti jemi mbrapsht. Ti i ki shku prapa, ti i ki shku krejt kontra nga që ka zbrit. Ajetet janë për me çtimu pendu, ati ti morë për mu relaksu, dhe më thonë të këgjinohet. Ose për shembull, hadithet, nëse morëm një shembull tjetër, për shembull, sot lexohet Kurani dhe Suneti, jo për mu afru muslimanët me zveti, po për me i theksu ndasit. Për shembull, shkojmë ne i morëm hadithet që patjetër ka mu përçak ky umet. Apo? Realisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka thonë leni njerëzin devijëm se çare so pa deviju. S'ka thonë çështë Resulullah. Ku ka kallëzu që kanë mu nda njerëzit në 70 e kusur grupe. S'ka thonë leni rahat. E ka paralemru rrezikun, që i bie ti dush me bë çmos mi vedisu njerëz mos me përfundu çaty. Ose kush ka përfundu minimum me dal knena te rruga e sunetit. Sa njeri sot për shembull me kët krijon domthon ketozim të xhamateve, sa njeri me çdo hadithe krijon domthon klane për momentin se na domthon grupa e shpëtuar edhe ndihmuar, le ata të tjerë domthon atona se veç na ka paranuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domthon i ke shku mbrapsht pikërisht burimit pastër domthon të Kuranit edhe Sunetit. Kështu që pyetja pse ka shtrëmbim në rrugës, ani pse burimi është i pastër? Të vëllezër, pastërtia e burimit është veti e burimit, jo ajotja. Kurani dhe Suneti është burimi i pastër. Amu kjo pastërti është cilësi dhe veti e Kuranit dhe Sunetit, jo ajotja. Ti dush mu pastru për me morë ati që këtë emër. Ti dush me pas njëtën e pastër për me morë që këtë emër. Ti dush me pas qasin e pastër për me mojtën
për me morën domethënë që këtë emër, ndaj ajo që kisha pas dëshirë më konën pjesa e trajtesës, sa i pastër ti dhe unë jena, sa të pastër jena, në qasjen tonë në raport me çka të burim. Në raport me çka të burim që është Kurani edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që rruga shtrembrohet vëllazni, ani pse ne na të hakit të Sunetit të Kuranit apo rruga shtrembrohet nëse qasja është e gabuar. Nëse qasja është e gabuar. Për shembull, thot Allah subhanahu alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Thot Allah azza wa jalla është ai i cili e ka zbrit librin i cili është dy pjesë. Një pjesë janë ajete krejtësisht të qarta, muhkamat, edhe një pjesë janë të cilët janë domethënë jo krejtësisht të qarta. Lyp pak shpjegim, lyp pak me lidhje me ajete të tjera, lyp me lidhje me hadithe, kështu më për shumë i kuptuar. Thot fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Ata të cilët kanë smuj në zemër, ata të cilët janë të prish në zemër, ata të cilët kanë devim në zemër, shkojnë bashkë me çdo ajeteve që nuk janë krejtësisht qarta. Shkojnë bashkë ka çdo ajete që nuk janë krejtësisht qarta, thot ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili, kshyrin me gjet në far fitnë, edhe kshyrin me gjet në far interpretimi. Çikti ajeti kryesisht në kohën bashkore, sidomos daveti që ka prefikse edhe në nënvizime më të fuqishme të Sunetit, zakonisht na i referohemi këtij ajeti për me e treguar të vijën ndarëse mes neve dhe sekteve të devijuara në akide. Edhe mirë bojmë se pikërisht kjo ajet flet për ta. Mirë po, a keni vëmendje në realitet të rinë vëllezër? Edhe pjesa e qartë e fejas, jo pjesa jo kritikisht e qartë. Edhe pjesa e qartë e fejas te muslimani modern, madje ndoshta ndonjëherë edhe domethënia fetare, edhe pjesa e qartë nuk ka tu kuptuar qartë si prej muslimanit bashkëkor. Ose qasja është e gabuar dhe rrjedhimisht nuk e dallon një rezultat domethënë të qartë. Për shembull, shenjtëria e muslimanit, a është temë jo krejtësisht e qartë apo krejtësisht e qartë? A është muhkem, a është mutashabih? Është muhkem. Që muslimani është shenjt, gjaki i tij është i shenjt, pasunia e tij është e shenjt, familja e tij është e shenjt, nderi i tij është i shenjt. A është muhkem? Muslimanit në periudhën e fundit prej subjekteve, pi grupeve devijume, a ju ka shkel shenjtëria me ajete. Ti ju referu ajeteve, ju ka shkel shenjtëria. Madje u kon tem, a jen hak, as jen hak, tu thirr në ajete, a realisht u kon tu shkel shenjtëria muslimanit. Një njerëz ka më thoni, ka dal, edhe ti edhe më kon njëri më i arsyeshëm, ka dal se jetë prish një çështje shumë muhkem. Është çështje krejtësisht e qartë, si ti jetë musliman, si ta ketë kiblën tonë, ai është musliman. Gjaku i tij, pasuria e tij, jeta e tij, gjithçka është e shenjtë. Shenjtëria muslimanit nuk është temë e vogël. Ose për shembull, dhënia tepër pas dynjas e mjegullon vizionin ton për ahiretin. Domthon çaq më shumë që i përsh mas dynjas, çaq më të mjegull tek i projektin e ahiretit. Kjo është muhkem. Kjo është e premën Kur'an, këtu s'ka mendim dytë. Domthon çaq më shumë orë, çaq më shumë vëmendje, çaq më shumë energji, çaq më shumë fokus, çaq më shumë stres, çaq më shumë përkushtim që kije, qysh veç mu përkushtua mund shumë dynja, dosh me pranu si kjo ka kosto e kësaj që ty trubullot vizioni për ahiretin. Kjo muhkem. A më sot ndoshta e gjomi dikaj cili ndoshta edhe ma jetë edhe hadith argumentohet që nuk ka bashkë mirë, auto mu izru ketë piqefe tjetës se mund është me vetë pak mbrapa e pastaj mulshue me vonesë. E shënoni Imam Ahmedi, shikshoj thotë që hadithi është hasan, për Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, për Amir sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Halaku ummati fil kitabi wal laban." Ummeti jam kanë mu shkatërru shkaku i librit, i Kuranit edhe shkaku i qumshtit. Ummeti jam ka mu shkatërru shkaku i Kuranit edhe i qumshtit. Qalu ya Rasulullah mal kitabu wal laban. Ya Rasulullah çysh mu shkatërru ummeti shkaku i Kuranit edhe shkaku i qumshtit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yata'allamuna al-Qur'ana fa yata'awwalunahu ala ghayri ma anzala Allah." Ka mu përhap mesin muslimanëve dije e Kuranit. Ka mu përhap. Nuk ka më konë sikur se në fillim krejt kabilën, krejt fisin 3 vetë kanë ditë me lezu Kur'an. Krejt katunin veç hoqa ka ditën me lezu pa Kur'anet, mi u referu libre, është me, jo, ka më përhap dije e fesë. Thot, kanë me mësu Kur'anin, mirë po kanë me interpretu, jo që ka zbrit Allah. Kanë me interpretu, jo që ka zbrit Allah. Thot, wa yuhibbuna al-labana fa yad'una al-jama'at wal-jum'a wa yabdun. Thot, edhe kanë me dash shumë qumshtin, edhe si rrëdhem i dëshirës së tyre për me prodhu sa më shumë qumsht, thot kanë me lënë namazin me xhamat, kanë me lënë xhumat, edhe kanë me shku sa më larg prej viseve të banueshme. Se në viset e banueshme nuk mundesh ti me zgjenuar tregtin edhe biznesin e blegtorisë.
dush me shku pak më larg, kush është pak më larg, që s'ka xhami, e s'ka davet, e s'ka arsimim, s'ka zhvillim, edhe kadal ti ke edhe namaz me xhamat, tani kadal nis me i ke edhe xhumaja kështu më radh. Keni momentin këtu në vëllezër. Çto dyja. Domthon Kurani e interpretuar gabimisht me qasje të gabume. Kurani i pastër si burim, po qasja e gabume. Edhe qumshti që është simboli pasunis. Qumshti këta hadith është simboliki i çkajt? I dëshirës për shtim të pasurisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na bë me një hadith po na ka thënë çysh zakonisht shtrembërohet ummeti, masi burimi i sa. Interpretimi qasja e gabum, edhe zakonisht kjo qasje gabohet, a di për shka? Se masin shumë e dynja. Për shembull, këtu me pas mot me fe, a në rregull me lënë xhumon? A në rregull me lënë xhumon? Po nuk është në rregull, është pjesë e qartë e feja që nuk ka në rregull me lënë xhumon. A më kur të nis shumë me mot me dynja me çumsht, thaj s'ka gale. Se nuk kanë bash pa fe. Megjithatë pi falin namazet. A është në rregull me mungu namazin me xhamat në jetën tonë fetare? Nuk është në rregull. A mos i të mat shumë me çumsht me interesa? Vën ditat që thua dhe, domethënë nuk është kur gjë domethënë kjo punë. Sigurisht se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, leximi i gabuar i burimit të pastër. Edhe shkaku dhe motivi më i shpesh që janë interesat e kësaj dynjaje, që kjo ka më shtrembëruar pastaj rrugtimin. Dhe kjo është realiteti që na shohim në përditshmëri. Nuk mundi më bë të shurdhë dhe të verbër që nuk kena të po. Pse sot devion një vëlla musliman se i mungon literatura? Një vëlla dobësohet se i mungojnë dersët? Një motër dobësohet se shpjegimet janë të paqarta? Një i fëmijë i muslimanëve është duke laku se s'ka habitat mirë imanor? Kryesisht ka të bëj interpretimet e gabuara të fejes. Edhe dyta ka të bëj domethënë dhënia e madhe mas dynjas. Kështu që kur burimi është i pastër, pse rruga mund të më shtemru? Sepse jetu lexu gabim, edhe jetu mod gabim. Edhe i gabim e ki lezimin, edhe matin e ki gabim. Jetu lexue me hamedit e tua, me kulturat e tua, me ideologjit e tua, me matit e tua, po edhe jetu mat kryesisht me dynja. Jetu mat ndoshta me senet të kota dhe rrëdhëmisht nuk mundet me pasën një rezultat. Kur burimi është i pastër, pse rruga shtrembërohet? Një arsye pse muslimani sot i shtrembërohet shumë rruga, sepse është përhap në vëllezër me të madhen mesin e tullzumve leximi sekularist i fesë. Do thonë edhe këta shka brohorisin shumë Kurani, Suneti me jetu me feje, me dine, feja nuk ka shvesh për xhamie o për këtë jetën, edhe këta me i hallakat kryesisht janë sekularista. Në qyshe gjenë këtë? Për shembull këta të lusin fal për fe, kallzona që është e kështu me radhë, kallzona që thot Kurani, Suneti, ama e dhëre që fokusi jo kryesisht tek manifestimi i adhurimeve, nuk ka të bëjë të rregullimi i jetës. Bila është jorall herë bashkëfetar të mirë thu, Allahu shpëleft, bash për këtë s'mund të na fol se çish bëhet jeta e dimna, çish bëhet jeta. Domethënë, nuk jam të folën çish bëhen detajet e jetës, jam të fol për atë farhartën e madhe, e kena përjashtuar udhëzimin fetar për na kallzu çish jetohet. E kena përjashtuar, edhe ky është lexim sekularist që e bojnë vetë fetarët. Është lexim sekularist që i bëhet domethënë fesë Allahu subhanahu wa taala, kryesisht interesimin e kanë për rregullim të adhurimeve dhe jo rregullim të jetës. Dhe këtë ku mundi me vë më shumë, e që mundi me pasi pjesë të detyrës jashtë seminarit, është domethënë me këshyr çysh domethënë e kena do me vi. Që e kena një fetari domethënë në shtëpi, një fetari në punë, një fetari në karrierë, një fetari në shoqni, një fetari në mekteb, një fetari në xhami, domethënë janë 4-5 modele. Edhe janë vë ato sikurse kostume, shumë lehtë i zhveshim edhe i veshmi të tjera. Edhe janë bë musliman sikurse me karakter bipolar, por mos më thonë të shizofrenisë, domethënë i njëjti njeri është me 4-5 karaktere. Vetë se domethënë e ka me orare edhe me etapa edhe me periudha. Kjo është domethënë krizë. Ka nuk mundet të mungon mirë menaxhim. Na shpesh po e paraqisim sigur, po mirë gjejmë mirë veten në shoqni, nuk është e vërtetë. Ti jetu e mirë gjet veten në vetmashtrim. Moni ki kriju 4-5 karaktere, mos më ti ose ka me dominu njëri pi karaktereve, ose ka mu çrregullu si personalitet. Njëri çrregullum nuk mundet me nejt vi. Njëri çrregullum nuk mundet me nejt vi. Pse ka domethënë shtrembërime, sepse nuk ka domethënë hecje të rregull domethënë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur burimi është i pastër, pse rruga shtrembërohet? Një arsye të shpeshta në kohën bashkëore, sepse muslimanët sot kanë shumë lexim selektiv të fetarisë edhe të burimit të pastër fesë. Domethënë, mënyra të shqyrçasët fejes, mënyra të shqyrçasët domethënë temave të mëdha, është shumë selektive. Për shembull, e merr lexon Kur'anin. Një musliman i cili është në moshë të re, edhe i ka ëndrat përpara, e ka karrierën, i ka synimet. Domethënë kur vend ta jetët që mund të më tashtu dynjaja, kur vend ta jetët që mund është familja jote më bërë mirë të tua apo në ditën e gjykimit, këtu i ka përcen.
Pse se tash unë pa e mbërri, pa i kallzu këtë mënyrë që jam i Zoti, apo edhe pa i kallzu në fëmijëve të mirë se apo çfarë babet mirë keni pas. E kur vjen çeta fëmijë nesër ty të bën dushman ditën e gjykimit, sepse ki shkel në parimet mëdha, ndoshta veç për mi bind ata se unë e baj. Këta bën ata. Ajeti është i qartë. Na mormi dhe i lexojmë vetëm ndoshta ajetet që folin për Ben Israel, se një më të relaksuar se të fol për një popull tjetër. Ama kur na drejtohet Allahu neve, se ju jeni çeta, minkum yuridu dunya, pi juve ka njerëz që duin dynjon, neve do të na fol Allahu subhanahu wa taala. Edhe aty e ka përcen këtë ajet. Kjo është lexim selektiv i tekstit dhe rreth shtrembrohet pastaj domethënë rrugtimi. Mirë po mbi të gjitha dhe kjo është thelbi i ligjëratës, kur burimi është i pasur, pse rruga shtrembrohet, Allahu po thotë kështu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayg. Ata të cilën zemrat e tyre kanë sëmundje, ata të cilën zemrat e tyre kanë devijim, fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wil. Ata i ndjekin ajetet jo kryesisht qarta, duke kërkuar fitnë dhe keq interpretim edhe duke kërkuar një farë interpretimi. Domthonë, Allahu po përmend motivin, pastaj veprën. E para është motivi. Fi qulubihim zayg. Pse ata janë kështu? Fi qulubihim zayg. Ata në zemër kanë smuj. Domthonë, pse ka shtrembërim? Ka një defekt në zemër. S'mundet njëri më kanë mirë në zemër me Allahun edhe me dal pjullë. Nuk mundet, është e pamundur kjo. Madje edhe njerëzit që trumbetojnë në fetari, ndoshta njerëzit të cilët na duhet komisioni më mbledh për me mujt me pa ku ka shkelje fetare. Edhe pastaj veç befasomu kur devijoj ose çysh rrshiti, ose çysh pat një rrshitje fetare, ose bot kuptimore, ose rrshitim në aspektin doktrinar, ose rrshitim në aspektin e pshor, ku diçka. S'ka pas ndryshesh më kon kjo vetë se fi qulubim zayg, ky ka pas diçka në zemër. Ti s'ke nevojë me ditë çka kon. As nuk i mujt me ditë para vaktit. Ai u dash me Allah ka çka kon problemin në zemrën e tij, që Allah mos mund të ja ka shtenur rrugën. Allah azza tu kon ulla e qartë, ja kanë nxjerr pi rrugës. E para është motivi, fi qulubihim zayg, thot në zemër ata kanë një devijim në smuje. Pastaj thot Allah azza wa ka dhënë veprën. Kur je motivuar keq në zemër, çka ndodh më sajna? Fa tabiuna ma tashabaha min. Këta pastaj do të shkaku i kësaj, cila praktika këtyre, këta gjithë lypin një farë interpretimi. Është qartë. Domthon gjithë kjo e gjeni hoxh, gjithë kjo e gjeni fatva të re, gjithë kjo e gjeni një interpretues trit i Islamit, gjithë kjo i ka do mohabete të reja që i pas kanë hike, dikush i gjeti, dikush i fshehë, kupton? Gjithë kjo është në kërkim të kësaj. Kjo vepra e tij, jam di pse është, se zemra t'ia lyp çeket. Motivi te zemra, ndërkaq kjo është praktika. Pastaj Allah azza wa jalla tregon çka është synimi. Kjo motivi dhe vepra ku do më mrim mas pronti? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Synimi mas pronti me gjet një interpretim të gabum. Synimi mas pronti me gjet një interpretim të gabum. Kur ndodh që kjo smuja e zemrës, që kjo praktika e poshtër, apo edhe pastaj synimi për marrjen te çka ta'wili i gabum, te çka interpretimi i gabum. Shkon rezultati? Allahu s'ne ka kallzuar çka ajet, por ne ka kallzuar ajetin tjetër në formë të kundërt. Fund të ajetit Allah na ka thënë çysh janë njerëz të mirë, çysh janë njerëz të thëllum dije, edhe pastaj në janë ajetin e dytë thot ata lutën thonë Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zot, mos na shtrembro zemrat mos ne ke udhëzu. Domethënë, pse po vjen çka lutje me njerëz si ajeti? Pse po vjen? Po të kallzon se ti vesh me lutje mundesh me ka përcy këtë mas momti. Me të hi në zemër smuja. Edhe pastaj me hallakat çështu. Edhe mas prom ti më mrin të qëllimi, s'ka tjetër vetë se kemi deviju. S'ka tjetër vetë se kemi deviju. Ty kur smuja zemrës dashnia e madhe për dynjon. Është qartë. Ti dikur zemra është lidhja e zemrës me dikë tjetër krahas Allahut, smuj. Për shembull, je lidh me suksesin. Të përgëzoj kjo smuj, ti ç'a dush dhuj. Jo ne jap jetë për sukses, unë du mi bë krenar me prinde, me fisë, me atë, me këtë, jam gjendi me çdo çmim me paguajt. Jo Allah, nuk paguhet kjo me din. Paguaj me diçka tjetër, ama me din nuk paguhet. Amo jo, unë jam rrit me uratat e prindve për më bë ky dhe ai. Po më, mos më ti kemë paguar me diçka që ajeti i dytë po thotë ti duhet më lut mos e ke vesh kimë deviju. Duhet më lut se s'ki tjetër, domethënë epilog vetë se domethënë devimi. Ndaj, Omer radiallahu anhu thotë kështu: Ma khafu ala hadhihi al-umma min mu'minin yanha'u imanuhu ala min fasiqin bayyin fisqu. Thotë nuk tut në këtë umet që bëhet në zarar, bëhet në dëm për një besimtarit që imani e nal. Keni vëmendje, s'po thot dija e nal. S'po thot domethënë inteligjenca e nal, imani e nal. Ai ka shumica e fetarisë njerëzve që kanë qenë përpara, imani e ka nal për shumë punëve. Nuk i ka pasur një disertacion doktoraturës, a lejohet më kon pjesë e kësaj ose asaj lëvizje ose kësaj edhe asaj përpjekje, jo, thjesht imani e ka nal edhe u kry. Thot nuk tut na për një besimtar që imani e nal. As nuk tut na thot për një të prisht që
prishësinë e tij e ka të qartë. Nuk duhet na bëjë njëri që gjunati ka haptazi. Nuk duhet na bëjë njëri që di vëllai, u përcaktu çfarë kërkon. ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. Mas shumë të shumë tut kur bëhen me ditë, kur mësojnë Kur'anin, po pastaj interpretojnë ndryshe. Pastaj e interpretojnë domethënë jo çysh e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Kështu që vetë kjo frika në vëllezër është ajo që është pjesë e kësaj ligjrate, kur burimi është i pastër, pse rruga shtemërohet, shtemërimi vllaznin vend më shumë ti vizemës. Shtemërimi më shumë ti vend pi zemrës dhe për këtë arsye këta janë tut. Domethënë veç e përmendemi, këta kanë më interpretuar. Jo, hallakat e motivim, sot u interpretu. Kjo të lypni mendim ndryshe. Nuk është ngjarja këtu. Me hallakat pse të lyp çat mendim ndryshe. Ky po e sforcon shumë një mendim tjetër. Nuk është aq domethënë se. A ban me gjehet ku motivi. Motivi, edhe pse nuk po duam të dhom përgjigje, por realitetin tonë më të shpesht është domethënë mbetjet e xhahiletit kur qysh sorpun me mulirupi tyne. Kryesisht domethënë jena njerëz që udhëzohemi, po mbetjet e xhahiletit i ruajmë me xhelozi. Dhe vetëm kaq një pjesë të madhe të mbetjeve të xhahiletit, qoftë domethënë materializmin, qoftë domethënë traditat e kota, qoftë preardhjat edhe mallnimi i teprumit tyne, qoftë jetesa sipas trendit edhe sipas asaj që dominon. E aq më tepër kjo shoh domthon kohën bashkëore me jetu mbas kulturës dominuese prej maton Atlantikut deri te domthon te viset e tona. Kryesisht këtu kanë krijuar një lloj lidhje të zemrës me dikë tjetër krahas Allahut dhe rrjedhëmisht mungon ajo që përmeni hoxha Jasir, mungon edhe dia, mungon edhe bindja, mungon pastaj domthon edhe dorëzimi. Kur keq të mungojnë pas udhëzimit sociale, pa pas domthon shtrembërim, pastaj varësisht sa ka lëviz guri, çfarë domthon janë lëviz edhe mexhet, e ku lëvizin shumë mexhet, domthon pastaj nuk e njeh domthon arën tënde, madje ndoshta ki dal domthon te kufit e çetërkujt. Elo sallallahu alaihi ve sellem me namojt nudhën e tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.